pikërisht edhe në studion tonë se edhe shtetet e fuqi botërore kanë filluar që të shtojnë kapacitetet e tyre ushtarake pikërisht për si rrjedhoje kanosjes të tensione geopolitike që aktualisht po ballafaqohen nëpër botë. Në anën tjetër do të diskutojmë paksa për edhe një herë tjetër do të kthehemi tek Lidhja Demokratike e Kosovës, të cilët në kuvend u shprehen të gatshëm për bashkëpunim institucional. Duket se kanë qenë më tolerant e kanë fjalën në seancën e konstituimit të kuvendit e më pas të formimit të qeverisë dhe kësaj mund të konsiderojmë se deri diku mund të lexohet një dritje shile për çështjen e presidentit, sepse realisht kjo çështje po vije në thekë si test për stabilitetin e vendit. Republika e Kosovës, shteti i Kosovës, ka nevojë për stabilitet, ka nevojë emergjente. Stabiliteti në këtë rast e ka kuptimin për mua stabilitet jo vetëm ekonomik, sepse jemi dëshmitar i një rrezikimi të mirëqenies sociale nga inflacioni i lartë që është jo vetëm Kosovë por edhe më gjerë në regionet e tutje, prandaj Kosova ka nevojë për një stabilitet. Për të arritur ky stabilitet në gjitha segmentet apo sektorët, duhet një konsenzus politik, që do të thotë spektri politik për çështje madhore të interesit nacional, jo vetëm sigurisë, por edhe zhvillimi ekonomik, marrëdhëniet ndërkombëtare me vendet mike, zhvillimi dhe avancimi i tyre marrëdhënieve ndërkombëtare, arritja dhe përfitimi i benefiteve që rezultojnë nga institucionet ndërkombëtare financiare, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore e shumë shka tjetër të institucioneve botërore, të cilat ndihmojnë apo me kushte të volishme japin kredite favorshme afatgjata për vendet në zhvillim, këtë rast Kosova do duhet të ishte në balë të tyre vende për të realizuar dhe përfituar këto benefite. Por për të realizuar dhe përfituar këto benefite, natyrisht duhet me pas institucione kredibile. Institucione kredibile do të thotë jo institucione në detyrë, në një afat shumë gjatë kohor që ishin të na rasti ynë në Kosovë dhe përsëritja e shumë herë e zgjedhjeve që kanë edhe kostën financiare përveç pasojave tjera në fushën edhe afirmimit kombëtar dhe ndërkombëtar kështu me radhë. Prandaj spektri politik edhe një herë do duhej dhe unë si qytetar fillimisht i Republikës Kosovës me pastaj si profesionist i këtyre fushave bëj apel që spektri politik për çështje madhore, pra karakterit nacional, strategjik, duhen të jenë bashkë. Prandaj edhe zgjidhja e presidentit, gjithsesi presidentes, nëse mbetet kjo presidente sërish, sepse kanë të drejtë partitë politike të propozojnë, por edhe iniciativa qytetare, edhe qytetarë pavarur kanë drejtë me kushtuar me kandidu për president, kandidat për president, kush do të qoftë që kandidohet dhe paraprakisht pra duhet zhvillohen bisedime, ato bisedimi pam që janë të gatshme të nisen nga ana e zotit Kurti me liderët politik, unë pres si qytetar i Republikës Kosovës, si prind, si qytetar edhe një herë, po dhe si profesionist, pres që një orë e më parë që si të thuhet në popull, të dakordohen, të kalojnë ato interesat parciale, partike, liderizmin e tjera, dhe të dakordohen një herë për zgjedhjen e presidentit në afatin kushtetues, mënyrë që të mos shkohet në zgjedhje. Nëse më lejoni një fjali e zgjeruar, si qytetar i Republikës Kosovës, i preferoj që të dakordohen që të mbetet edhe një mandat presidentja e Kosovës, zonja Osmani, sepse puna e saj e bërë deri tani sidomos në afirmimin ndërkombëtar, në planin ndërkombëtar, do thotë sepse presidenti institucioni i presidentit me kushtetut e ka dhe mandatin e zhvillimit të politikës jashtme. Prandaj në këtë kontekst është bërë një punë shumë e mirë, dhe pse mos të mbetet sërish presidentja Osmani në detyrë, në afatin tjetër, në mandatin tjetër, dhe të shkojë Kosova përpara të antarësohet pra në për ato organizata të cilat ende s'është antarësuar pikërisht në sajt të obstruksioneve që i bën Serbia. Zonja Osmani ka arritë të ketë kontakte direkte me krejt më të lartë të politikës ndërkombëtare, siç është rasti i presidentit Amerikës e presidentë të tjerë, të cilët ne si qytetarë kemi parë nëpër media që shprehin simpati, shprehin respekt. Për shembull, sekretari i NATO-s thotë që është presidentja e preferuar e imja. Një fjali e tillë nga një zyrtar i lartë, kryesor i NATO-s, nuk është një deklaratë e rëndomtë. E simpatit për krahjet dhe vlerësimet pozitive që i bën nga krejt e tjerë të shteteve të mëdha, si ai francez, britanez e kështu me radhë. Prandaj kjo është një dëshirë imja, do duhet që të vazhdojmë. Dëshirë dhe mendimi imi që po shpreh publikisht, e cili sigurisht ka pesh në vendimarrjen e atyre që vendosin, por ja që një vlerësim publik nga një qytetar fillimisht, e me pastaj në cilësinë edhe çfarë jam këtu
që me keni ftuar. Prandaj uroj të jetë presidente Vjosa Osmani edhe në mandatin tjetër. Unë mund të them një gjë sigurt, se po besoj që deri diku edhe qytetarët janë të një mendimi se partitë politike me të vërtetë duhet të dakordohen për çështjen e presidentit, në mënyrë që të evitohen një palë zgjedhje të reja, të cilat do shkaktonin kosto të lartë sërish buxhetit Kosovës, raskapitje të qytetarëve të cilët edhe dam politik, ngecje në zhvillimin politik në vend. Në anën tjetër, duke parë klimën politike në vend, deklaratat e partive politike, ndonë se nuk kanë deklaruar prej razi se nuk votojnë për Osmanin, disa prej partive politike, oponentët të tyre kanë thënë se kërkojnë një marrëveshje paraprake për çështjen e presidentit, duket se ka zëra që edhe zotri Haradinaj është i gatshëm të marrë përgjegjësinë për një post të tillë, duke parë frymën dhe klimën politike aktualisht në vend. Konsideroni se do ta ketë të lehtë zonja Osmani edhe marrjen e një mandati tjetër, marr parasysh se e njëjta është vetë shpallur. Jo, lehtë nuk e ka fare, bile ka shumë vështirë. Megjithatë, unë jam optimist që në ato kalkulimet matematikore që do të bëhen mes subjekteve politik, edhe personave tjerë publik, bashkë me interferimin e influencës ndërkombëtare në kanalet diplomatike të tjera, ajo do të delë sipërfaqe si figura dhe personazhi më i qelluar, më i dakorduar prap, sepse nuk shoh figurë tjetër, personazh tjetër që mund të jetë ekuivalent në rrethanat e tanishme dhe në sfidat që e presin Kosovën, sidomos në plan ndërkombëtar. Pra është edhe dëshira edhe bindja ime se është personi më i qelluar për këtë më i qelluar, më i favorizuar, më i fuqishëm, më i dëshmuar në këtë pikë, në aspektin pra e përfaqësimit dhe zhvillimit politikave të jashtme dhe udhëheqjes së Republikës Kosovës, kurse relacioni me kryeministrin dhe partinë e tij që është më e madhe në parlament, unë besoj që duhet të ishte interesa reciproke, sepse të dytë bashkë si figura të rëndësishme të vendit dhe për pozicionit që kanë, do duhet të bashkëveprojnë në relacion komplementar, e jo të shihen si rival politik njëri me tjetrin. A shihen vërtet në prapaskenë si rival apo jo, është temë që mund të diskutojmë herën tjetër. E qartë. Kemi pasur politologë të ndryshëm dhe kemi diskutuar edhe me